Sot jemi 5 janar 2026 tek një blok i serave të Gjergj Licit, tek miku im agronomi Lar. Siç e shikoni, ngrica e datës 1 duke dhirë data 2 janar 2026 ka bërë këtë dëm kolosal tek Gjergji. I gjithë prodhimi që përgatitur për të eksportuar në Kroaci, sapo fillojti për të eksportuar në Kroaci, dhe temperaturat e ulta bën që të shkatërrohesh gjithçka. Me këtë rast do t'i bëja thirrje institucioneve shtetërore, veçanti bashkisë, jo vetëm tek Gjergji, por te disa të tillë që janë dëmtuar, të ngrihet grupi të emergjencës edhe të shohin konkretisht. Ndërkohë është një rast që edhe Ministria e Bujqësisë me ekipet e saj të vijë që të ndihmojnë fermerët tanë. Është koha e fjalëve reale dhe jo e llafeve. Do ishte në të mirë që edhe bashkitë të shikojnë mundësinë që të hekin në investim diku në një vend tjetër për një aktivitet sportiv apo aktivitet tjetër dhe të ndihmojnë realisht, të ndihmojnë fermerin. Unë shpresoj që Gjergji do të ndihmohet dhe të shpresojmë që edhe shumë fermerë tjerë që janë dëmtuar të marrin minimumi atë që kërkojti edhe Gjergji, minimumi të marrin një subvencion për fidanët që të rimbillet një vit i mbar atëherë.